organizmin, ose a mund të bëhemi imun ndaj një medikamentit të tillë? Parastamolli si... Dola prej suplementeve, fatos. Po, si bari sintetik, që përdoret për temperaturë, po përdoret njëkohësisht në dozë pak më të lartë edhe për dhimbje. Këto dy efekte i ka. Mundet mu abuzu, mirë po abuzimi i sajna duhet me marrë dozë begit madhe për me pas një efekt anësor në organizëm. Doza maksimale e lejume është deri në 4 gram. 4 gram, tena ka tableta... Në 24 orësh? Po. Ka tableta 500 mg, ka tableta 1 gram. Do me thonë çdo 6 orë mund të përdoren nga 1 gram. Dozat më të larta mund të dëmtojnë mëlçin direkt. Edhe nuk preferohet me marrë, mirë po çdo 6 orë nuk po besoj që e përdor dikush më